Kryeprokuroria e Prokurorisë Themelore të Peje, zonja Lumturia Vuçetaj, është me ne në studio dhe do të flasim për punën e kësaj prokurorie, lëndët që kjo prokurori ka në trajtim dhe është duke jetuar dhe gjithashtu fokusin dhe prioritetet e kësaj prokurorie. Atëherë, zonja Vuçetaj, mirë mbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirë se ju gjetëm, faleminderit për thirrjen. Faleminderit shumë që jeni këtu. Zonja Vuçetaj, në fillim këtij viti jeni zgjedhur si kryeprokurore, nëse mund të themi, e para aktualisht grua në Kosovë që udhëheq një prokurori e cila gjithashtu ka në kompetencë 5 komuna, pra komuna të rëndësishme të Kosovës. Cilat janë fokuset dhe prioritetet e prokurorisë tuaj për të hetuar krimet e rënda? Po, faleminderit, atëherë siç e thatë edhe ju, jam vetmja grua në sistemin prokurorial në pozitën e kryeprokurorit të Prokurorisë Themelore në Pejë. Ashtu siç referuat, domethënë është Prokuroria Themelore në Pejë, cila ka në kompetencë territoriale 5 komuna, të cilat jashtëzakonisht janë kogja të mëdha, dhe në kuadër të mandatit tim si kryeprokurore, që ka filluar me janar 2025, sipas planit të punës, në fokus kam luftimin e veprave penale të korrupsionit, të cilat vepra penale jashtëzakonisht janë me peshë të rëndësishme dhe konsideroj që janë në agjendën vendore dhe ndërkombëtare si vepra penale të cilat nuk kemi arrit sukseset të mjaftueshme, kështu që në fokus Prokuroria Themelore në Pejë ka që domosdoshmërisht t'i vëhet rëndësi e veçantë këtyre veprave penale. Për çka është koordinatori i caktuar për këto vepra penale në kuadër të Prokurorisë Themelore në Pejë, ku në suaza ditore dhe javore do të konsolidohem lidhur me veprimet për luftimin e këtyre veprave penale. Përveç veprave penale të korrupsionit, në fokus dhe në objektiv e kemi veprat penale të dhunës në familje, të cilat jo rrallëherë ka shqetësim shumë i madh, jo vetëm për institucionin e prokurorit të shtetit, po ashtu edhe për gjithë mekanizma të tjerë, për çka dhe një numër jashtëzakonisht i madh këtyre rasteve trajtohet në suaza ditore dhe pranohen veprat penale të cilat parashtrohen qoftë me kallëzime penale nga ana e policisë, po ashtu edhe nga mekanizma të tjerë. Fokus të veçantë kemi dhënë edhe vepra të tjera penale të cilat janë trafikimi, fajja, të cilat po ashtu janë të natyrshme, të cilat paraqiten jo rrallëherë me numra të mëdhenj në prokurori. Flasim fillimisht për hetimin e rasteve të korrupsionit. Duke pa raportet e auditimit, tregon që ka keqpërdorime. Raportet e auditimit flasin për keqpërdorimet pozitave zyrtare edhe para ras publike. Aktualisht në këto komuna që keni ju kompetenci kryeprokurore, a ka hetime të zyrtarëve të komunave për keqpërdorime dhe korrupsion? Po, në fakt, Prokuroria Themelore në Pejë është e njohur që ka bërë luftimin e këtyre veprave penale dhe zyrtarëve publik. Kemi pas disa raste të cilat po ashtu kanë përfunduar me akt gjykim në shkallën e parë, ku për herë të parë konsideroj që janë dhënë disa dënime jashtëzakonisht të larta, duke po ashtu edhe me dënimin plotësues ndalimi i ushqimit të profesionit. Ne gjithmonë pranojmë raportet e auditimit dhe këto raportet e auditimit gjithmonë hetohen, shtjellohen dhe trajtohen me kujdes të shtuar, dhe në kontekst të këtyre veprave penale, po ashtu mund të them që veç në këtë periudhë kohore kemi 2 akt gjykime dënuese. Për zyrtar të komunave? Janë për zyrtar të komunave, për zyrtar të agjencioneve të ndryshme, të cilat funksionojnë dhe kanë domethënë fushveprimin në regionin e Pejës. Po ashtu kemi rast që kemi arritur edhe marrëveshje me pranimin e fajsisë, tash së fundi kemi 2 raste të cilat kanë pranuar që të pajtohen domethënë me marrëveshje pranimin të fajsisë, presin domethënë që të përfundojnë seancat ashtu siç është parapar me kodin e procedurës penale në gjykatën kompetente. Dhe a kemi kryetarë të komunave që aktualisht po hetohen nga ana e prokurorisë suaj për keqpërdorim ajo? Jo, sekretarët e komunave nuk është kompetencë, domethënë tani tutje në Prokurorinë Themelore, është kompetencë ekskluzivisht e Prokurorisë Speciale, kështu që në rast se paraqitet ndonjë rast i tillë, na automatikisht domethënë ne delegojmë në kompetencë të Prokurorisë Speciale, e cila është kompetente për të hetuar pozicionet e tilla, sipas ligjit në fuqi. Po, dhe në zonën në gjendën ju, gjithashtu e keni përgjegjësi edhe mbulimin e ndërtimeve pa leje dhe sidomos në zonat urbane, por edhe në këto parqet nacionale, Beshkët e Nemuna, zonën e Deçanit e tjera. Tani, një kohë të gjatë ju keni pas edhe akt akuza dhe keni hetuar rastet e ndërtimeve pa leje. Fillimisht çka ka ndodhur me ato rastet që keni ngritur ju akt akuza për ndërtimet pa leje? Si kanë përfunduar ato? Është fakt notor që Prokuroria Themelore në Pejë muj me thonë që është kampion në veprat penale të luftimit për mjedisin, gjithsesi për krimet mjedisore, në veçanti me fokus veçantë në ndërtimet pa leje. Jemi vigjilant që regionin e Pejës domethënë është zona e parkut kombëtar, i cili është i mbrojtur me ligjin për Bishkët e Nemuna, dhe në kontekst të kësaj është koordinatori përkatës për veprat e tilla penale, i cili gjatë gjithë kohës domethënë i asiston të gjithë prokurorëve në rast eventual
aktual që ka nevojë për udhëzime adekuate të kësaj fushë dhe hiç më pak se 400 akta akuza i kemi ngritur drejtim të këtyre veprave penale, qoftë në territorin e regionit e Pes, po ashtu në zonën e parkut kombëtar, e të cilat pothuajse me 90% që kanë përfunduar me gjykime dënuese. Për çfarë periudhe kohore po flasim, brenda sa viteve janë ngritur akta akuza? Jo, këto më thonë që brenda veç një viti kalendarik, të cilat janë ngritur këto akta akuza me një tempo shumë të lartë dhe të gjitha pothuajse kanë përfunduar, shumica prej tyre me gjykime dënuese, të cilat kanë përfunduar në gjykatat kompetente. Në raport me zonën e parkut kombëtar, po ashtu kanë pas edhe veprat penale të këshpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar, ku zyrtar publik në cilësi të drejtarëve, do të thotë kanë lëshuar leja apo pëlqime për ndërtim të bizneseve me karakter afaristo hotelier, të cilat po ashtu kanë përfunduar me gjykim të shkallës së parë, gjykim dënues. Po, ndërkohë aktualisht apo vazhdojnë, a keni informata si prokurori ndërtimet paleje në këto zona dhe a ka hetime të tjera të reja për këto raste? Po patjetër, mirë po në kusht me intensitetin siç ka qenë më parë, na jemi gjithmonë në koordinim me mekanizma të tjerë, sidomos me agjencionin përkatës pyjor, i cili gjatë gjithë kohës është në kontakt me policinë dhe në linjë me policinë dhe me prokurorinë e shtetit, paraqiten rastet dhe trajtohen me një efikasitet dhe efektivitet për shkak sa dim që krimet mjedisore janë prioritet jo vetëm i prokurorisë, po i tërë sistemit prokurorial. Ndërsa zona fushita në zonën urbane, në qytet, çka ndodh? Apo vazhdojnë, a kemi ndërtime paleje cilat kanë vazhduar edhe tutje viteve të fundit ajo? A ka hetime në fakt? Ka raste, edhe ka hetime, jo vetëm në numër të vogël, edhe gjithmonë jemi tash në koordinim edhe me inspektorët e ndërtimit, të cilat momentin e parë që edhe sipas detyrës zyrtare shohim ndonjë ndërtim i cili konsiderohet që nuk korrespondon me parametrat apo premisat të cilat parashifet sipas legjislacionit për mjedis dhe planifikim hapësinor, vigjilenca atyre është ngritur në nivel jashtëzakonisht të lartë dhe koordinim me policinë dalin vend ngjarjes, i hartojnë të gjitha proces verbale të cilat konsistojnë në ato që a ka apo nuk ka ndërtim apo punime ndërtimore të dhe gjithmonë në udhëzimet të prokurorit të shtetit, pa marrë parasysh se cili prokuror është në kujdestari apo në rastin që është duke trajtu, rasti trajtohet me vigjilencë dhe ndërpritet punimet, për çka konsideroj që veprimet e shpejta janë shumë efikase dhe kontribon në mjedis dhe në gjithësisht në trajtim të rastit. Dhe shumica këtyre ndërtimeve gjatë këtyre viteve a janë zbuluar, identifikuar nga ana inspektorëve apo nga ana prokurorisë dhe policisë? Tash mund të themi që ka raste që me vetë iniciativë nga ana e prokurorisë, që qoftë nga koordinatori për rastet e tilla, domethënë për mjedis, për veprat penale që hinë në këtë kategori, këtu mund të themi edhe për veprat penale që është ndotja apo degradimi i mjedisit, edhe ato janë veprat të cilat janë kogja me peshë, të cilat ndikojnë në mjedisin ku jetojmë dhe veprojmë, e po ashtu edhe nga ana e policisë, policia është shumë vigjilant këtë drejtim, edhe sipas detyrës zyrtare gjithmonë përcjellin këto raste, edhe gjithmonë domethënë kontaktojnë me një prokurorin, bëjmë takime apo javore, dhe po ashtu dhe nga inspektorët e ndërtimit janë ata të cilët i paraqesin rastet dhe tash kemi një rritje jashtëzakonisht të madhe të paraqitjes rasteve, domethënë edhe sipas detyrës zyrtare. Po në anën tjetër kemi pasur arrestime të inspektorëve të përshtirë në këto afera dhe në dhënien e lejeve pa i plotësuar kushtet? Po, kemi pas domethënë raste për inspektor. Edhe mos kryen inspektimeve me kohë. Po, domethënë për mosveprim, sipas përgjegjësive dhe detyrave që të cilat i kanë përshkrimin e detyrave të punës në kuadër të pozitës së tyre, e po ashtu kemi edhe gjykime dënuese në drejtim të tyre. Po, flasim pak zonja fushita për sigurinë publike. Aktualisht, cili është niveli sigurisë publike dhe cilat janë shqetësimet më të mëdha prokurorisë sa i përket sigurisë publike në këto zonat ku i mbuloni ju, në rajonin e Dugaxhinit? A vazhdojnë shkollat, mbesen njëra prej shqetësimeve dhe zonave më të rrezikshme sa i përket sigurisë publike ajo? Konsideroj që është një rritje kogja e madhe e sigurisë dhe aktiviteteve cilat janë ndërmarrë qoftë nga ana e policisë. Policia ka tregu këto një pozicionim jashtëzakonisht të mirë, edhe pse detyra dhe objektive tyre është patjetër, po mirë po në koordinim me prokurorin e shtetit kemi mbajtur edhe takime të shumta, kemi mbajtur edhe aktivitete të cilat kanë ndikuar domosdoshmërisht në rritjen e sigurisë publike, qoftë me planet operative të policisë, qoftë me aktivitetet dhe angazhimet tona që kemi pasë kohëve të fundit. Prokuroria ka iniciuar disa aktivitete të cilat janë shkuar në koordinim
koordinim edhe me policinë e Pejës, po ashtu të gjithë prokurorët të cilët kanë qenë kompetent, kemi marrë ligjërata nëpër shkollat, duke koordinuar një bashkërendim me drejtoritë komunale të arsimit të regionit të Pejës, ku kemi specifikuar se cilët janë temat të cilat duhet trajtuar dhe duhet ligjëruar nëpër shkolla, duke specifikuar nivelin e nxënësave. Në bazë të këtyre pikpamjeve ose këtyre çështjeve që i keni shikuar, cilët janë faktorët kryesorë dhe shkaktarët kryesorë të dhunës nëpër shkolla, sepse ka një shqetësim në nivel vendi për dhunën brenda shkollave dhe në afërsitë objekteve shkollave. Konsideroj që dhuna në familje gjeneron, domethënë, dhunë edhe për gjeneratat të cilat janë pjesë ndoshta padashje tyre e abuzimit, domethënë në kuadër të familjes. Më pastaj rrjetet sociale të cilat po ashtu po ndikojnë jashtëzakonisht shumë në rritjen dhe qëndrueshmërinë e personave të cilët janë veç në fazën e krimit të personalitetit tyra, dhe të gjitha këto pak a shumë domethënë krijojnë domethënë ndikim tek të rinjët të cilët po bien shpesh herë ndesh me veprime të kundërlidhshme, të cilët domosdoshmërisht po duhet që të paraqiten edhe trajtohen nga ana e departamentit për të mitur. Konsideroj që, siç thash edhe më parë, ligjëratat të cilat kanë qenë janë mirëprit mjaft mirë nga udhëhecit e drejtorisë komunale të arsimit, po ashtu edhe nga shkollat, janë shpërndar broshura ku është dhënë domethënë udhëzimet se ku është prokurori i shtetit edhe të drejtat e secilës palë në procedurë. Të gjitha këto kanë ndikuar jashtëzakonisht mirë për të njohur më përsa afërmi prokurorin e shtetit. Kjo është bërë dhe për disa arsye. Ne kemi raste kur edhe fëmijë që nuk kanë arritur as moshën 14 vjeçare, domethënë kanë paraqitur raste për dhunë familje në polici, kanë shkuar nëpër stacionet policore më të afërta, ku edhe janë paraqitur këto raste dhe policia pothuajse në vepër i ka arritur që me zonë domethënë personat të cilët janë të dyshuar dhe janë arrestuar në kuadër të këtyre veprave penale. Po, dhe kur flasim për dhunën familje aktualisht, cili është numri i lëndëve që po heton dhe po trajton prokuroria e Pesë dhe a keni edhe ju gjithashtu ngarkesë dhe numër të madh të lëndëve dhunës së familje, rasteve që po i hetoni? Po, sikurse në sistem prokuroria ashtu dhe prokuroria themelore e Pejës ka goxha shumë raste, hiç më pak se 30 raste pranohen brenda muajit për dhunë familje, të gjitha trajtohen me urgjencë, të gjitha varësisht prej peshës edhe veprimeve inkriminose, domethënë bën edhe propozimet për sigurimin e pandehurit në procedurë. Edhe për prokurorin tuaj gjithashtu po besoj ka një prioritet trajtimi këtyre lëndëve. Patjetër. A ka mbi ngarkesë të prokurorit në këto lëndë? Jo, e kem vetëm një prokuror koordinator për këto raste dhe i vetmi prokurori i cili i trajton rastet e natyrës së tillë, të cilat domethënë ai është i ngarkuar vetëm me këto vepra penale, trajtohen në kohë, më thon rekord për 30 ditë, varësisht prej veprimeve tashmëvaret, prej llojit të veprës penale. Të gjitha këto kemi domethënë goxha një efikasitet dhe efektivitet në trajtimin e këtyre rasteve, edhe rritja e numrit të këtyre rasteve konsideroj që është një sinjal i jashtëzakonisht i mirë për prokurinë dhe për gjithë mekanizmat e tjerë për faktin se vedia është ngritur jashtëzakonisht lart që domethënë rritësia shkon vend dhe rastet duhet paraqiten në polici, edhe ato kanë më trajtuar dhe kanë me përfunduar në akt gjykim dënues. Po thani që është rritur raportimi dhe dhuna në familje, nëse i krahasoni këto shifrat që i pranon ju apo çfarë? Mund të themi që kjo mundet më kanë një bashkëdyzim i kësaj çështje, po patjetër është që është ngritë vedia, domethënë e qytetarëve që paraqiten rastet që mos tolerojnë abuzimet apo dhunën sistematike, qoftë emocionale, ekonomike, dhe në kontekst të kësaj jo vetëm në mes partnerëve, po dhe në raport me familjarët e tjerë. Na kohët e fundit kemi marrë një takim ku kemi siguruar që kemi nxjerrë më të mirën e këtij takimi, ku kemi ardhur në konkluzione përfundimtare që hetues do thotë në vendin e ngjarjes nëse dalin në psikolog, mund automatikisht të sigurojmë provat e cilat dëshmojnë jashtëzakonisht mirë gjendjen emocionale, qoftë personit të abuzuar apo personave të mitur, gjithsesi fëmijëve në familjet ku është shkaktuar dhuna në familje, po ashtu edhe provat e cilat janë në vendin e ngjarjes, qoftë një gotë e thyrë, qoftë një tavolinë e rrëzuar, apo qoftë një mur, apo qoftë një dirë. Kështu që të gjithë kemi ardhur dakord, përveç asaj na edhe me faktin që strehimorja e cila qëndron në Pejë na ka dhënë informacion se gatishmëria e tyre është që çdo person i cili është i abuzuar apo është kapsuar dhunë familje, ka mundësi të trajtohet me të gjitha kapacitetet në strehimora për 2 javë ditë, që nuk ka qenë më parë. Kështu që është mundësia që të evitohen domethënë të gjitha rreziku që mundet mi kanos një viktime të dhunës në familje. Dhe për juve si kryeprokurore, aktualisht a keni
ankesa ose për mënyrën se si trajtohet i gjithë ky zinxhiri kur raportohet një rast i dhunës familje, për shkak se këtu është e përfshirë edhe policia, pastaj strehimorja, pastaj prokuroria. Dhe a ka një strategji se si mund të ulet ky numri i madh i rasteve të dhunës në familje? Apo thjesht sistemi i drejtësisë duhet ta kryejë punën e vet përmes dënimeve? Jo, patjetër, përveç se ta kryejmë punën tonë, e cila na obligon sipas detyrave dhe përgjegjësive, ne gjatë gjithë vitit mbajmë tryeza të shumta me të gjitha aktorët dhe të gjithë personat kompetent që të përçojmë mesazhe të cilat drejt për drejt ndikojnë në uljen e këtyre rasteve, se të gjithë personat të cilët bien ndesh me këto veprime kanë me marrë një akt gjykim dënues dhe kanë me shku thjesht në burg dhe me dënu dënimin për të cilën shqiptu nga në gjykatës. Apo punohet edhe me risocializimin e dhunuesve, për shembull, në anën e gjykatave, sidomos rajonin e juaj ajo? Apo si duhet shkojë ky procesi i risocializimit? Në rastet e tilla janë qendrat për punë sociale, ato të cilat domethënë kanë ato aktivitetet e objektivat e tyre, po ashtu strehimorja thash që i ka kapacitetet e tyre. Në çdo rast, domethënë kur rastet varësisht prej tash për natyrës së rastit, thirret edhe psikologu i cili është i licencuar nga në listën e ekspertëve të licencuar, trajtohet domethënë me kohë dhe kjo ka një efektivitet tek viktima edhe patjetër që këto mundësi nuk janë të mjaftueshme, sigurisht që tendenca jonë që patjetër është edhe me kriju kushte më të mira, mirë po sigurisht që në të ardhmen do të prioritizohen dhe do të delegohen përsëri këto kërkesa varësisht prej situatave të rasteve. Mirë, flasim pak, ju si prokurori keni hetuar në vazhdimsi edhe rastet e fajdeve, për cilat duket që është vepër bajage e komplikuar për të hetuar, apo jo sepse duhen edhe masat e fsheta dhe identifikimi, sigurimi prova është më i vështirë. Sa jeni të nashur me vendimet e gjykatave edhe ngritjen e akt akuzave ndër vite që i keni bërë si prokurori sa i përket rasteve të fajdeve? Po, rastet e fajdeve janë koqa të ndjeshme, koqa zarmi provu, koqa zarmi moni akt gjykim dënues, dhe na kemi pas fatin edhe rastin që qytetarët na besojnë, na adresohen, dhe në këtë drejtim na kemi 2 akt gjykime dënuese, hiç tash kohëve të fundit. Njëri prej tyre është akt gjykim dënues, i cili ka marrë një 7 vite burgim dhe me detyrimin për të kthyer borxhin ndaj palës së dëmtuar, është përfunduar në shkallën e tretë dhe do të thotë është një gjykim i cili është kryer në kohë të arsyeshme edhe që mundet më marrë si shembull për faktin që asnjëherë nuk u kthy në gjykim dhe ka përfunduar në 3 shkallëshmëritë. Po ashtu tash kohëve. Ju tregon pak a shumë edhe për cilësinë e akt akuzës edhe mënyrën se si janë siguruar. Po, gjitha veprimet, domethënë patjetër kjo ndikon shumë, se nëse ti domethënë përfaqëson që në akt akuzë, e cila është e provuar dhe me prova dhe me veprimet të cilat janë ndërmarrë konform dispozitive ligjore, patjetër se ka me përfundu me akt gjykim të formës së prerjes në rastin konkret. Kohëve të fundit e kemi edhe një akt gjykim dënues, po ashtu për fajde, i cili ka përfunduar po ashtu në shkallën e tretë në gjykatë supreme, çka konsideroj që janë rezultatet jashtëzakonisht mira dhe meritore edhe për prokurorët të cilët kanë punuar në këto raste. Dhe aktualisht a jeni duke hetuar raste të tjera të fajdeve si prokurori, sa raste dhe në çfarë faze kanë shkuar? Po, tash nuk mund të them me numra për shkak se janë pak si konfidenciale, ama kemi raste jashtëzakonisht koqa të mira. Jemi duke i trajtuar me eficiencë dhe jemi duke i pas parasysh që të gjitha këto të përfundojnë po ashtu me një akt gjykim dënues, ashtu siç kemi të rastet paraprake. Tashmë kemi bërë dhe një përvojë të mirë Prokuria me Loren Pej në këtë drejtim, kështu që të gjitha rastet e fajdeve është edhe një besim i të gjithë palëve që Prokuria me Loren Pej ka seriozitetin që këto raste i trajtoj me kujdes të shtuar, edhe në këtë drejtim domethënë janë akt gjykimet meritore të cilat. Dhe a ka ende zonja Vuqetaj grupe të tilla kriminale që merren me fajde dhe pse pikërisht rajoni Dugagjinit veçohet sidomos për këtë vepër penale dhe për këtë lloj të krimit? E kam thënë edhe më parë, regioni i Pejës është koqa regioni i nxehtë, koqa raste specifike i kemi, koqa raste të vështira. Nuk keni fjalën për region të nxehtë, keni fjalën për numër të madh krimeve të rënda apo çfarë? Ka numër të vrasjeve, ka numër të krimeve, mund të them tash sot ta prezantoj me krenari që është 5 mujori i parë i vitit 2025, nuk kemi asnjë vrasje, e që konsideroj se kjo determinon edhe punën e prokurisë dhe punën e policisë për sigurinë publike, dhe kjo është një rrugtim, po konsideroj që ja kemi nisë marrë dhe mirë, kështu që shpresojmë që të përfundojmë këtë vit paktën mos kemi viktima sikurse vitet paraprake. Dhe këto rastet e fajdeve, por edhe raste tjera duhet në disa raste të përfundojnë edhe me sekuestrim pasurive dhe konfiskim, apo jo? Ku jeni me sekuestrim dhe konfiskim pasurive, për shkak se në nivel vendi shpesh kemi parë kryeprokurorin që ka kritika sa i përket konfiskimit edhe sekuestrimit pasurisë.
Konsideroj që dhe këtu qëndrojmë jashtëzakonisht mirë, si në rastin konkret që thashë që kemi një gjykim dënues në shkallën e 3, domethënë në Supreme, cila ka përfundu me 7 vite burgim. Këtu kem inicu domethënë hetimin financiar, po ashtu dhe sekuestrimin e 3 aseteve, ku 3 banesave të cilat janë përfundu me urdhër kufizues përfundimtar, jem në procedurë pranë gjykatës, është me ankesë, domethënë është ku trajtu. Mirë po është rasti i parë i LKZK-s, ligjit për kompetencat të zgjeruara të sekuestrimit dhe konfiskimit, i cili është aplikuar dhe është në fazën më të parë ose më të hershme që është aplikuar Prokuria Themelore e PE-s. I kemi edhe raste tjera që jemi duke i hetu sipas dispozitave ligjore të ligjit të sapo përmendur, kështu që sa raste të tjera keni shifra? Po, kemi raste, konsideroj që mund me thonë rreth nështë deri tek 70 raste i kemi të cilat i kemi aktualisht duke i bërë hetimin financiar. Po, dhe sekuestrimi dallon prej konfiskimit, apo jo? Tani sa i vështirë është konfiskimi edhe sigurimi provave që ajo pasuri duhet konfiskohet mirë të përhershme për prokurorë? Po, patjetër. Kjo është veprimet procedurale duhet merren, domethënë ashtu siç e parashë kodi procedurës penale. Sekuestrimi domethënë sekuestrohet përkohësisht, ndërsa konfiskimi bëhet konfiskimi i përhershëm, i cili përfundon me aktgjykim të formës së prerë, hiç më pak se 7 aktgjykime dënuese i kemi në periudhën e fundit kohore, ku janë konfiskuar automjetet të cilat po ashtu janë të markave të ndryshme dhe është konfiskimi i përhershëm, i cili adresohet tek Agjencioni për Administrimin e Pasurisë sekuestruar dhe konfiskuar. Të njëjtit janë domethënë kompetent për të vepruar konform urdhëresave të gjykatës dhe kështu që presim që së shpejti domethënë gjitha këto, veç e njoftuar Agjencioni me gjitha këto vendime. Kemi edhe një sër urdhrave gjithsesi për këto konfiskime edhe për shitjen e këtyre aseteve për shkak se mos me humb vlera e këtyre automjeteve, e cila në çdo periudhë. Sa shkon vlera e këtyre automjeteve? Varet dikon rreth 283.000 euro kemi vlerë të këtyre aseteve. Ashtu si pas listës të cilën e kemi posedu në Agjencionin e Administrimit Pasurisë, cila na ka dorëzuar secilës prokurori, ka vetura që ka vlera më të mëdha, ka vetura të cilat nuk e kanë vlerën dhe jashtëzakonisht të madhe, varësisht prej veprës penale, varësisht prej vlerës automjetit edhe veprohet me procedurat ashtu siç e parashë kodi procedurës penale. Dhe zona Vushita, kur flasim për të gjitha numrin e lëndëve që keni pasur në trajtim, sa prej tyre kanë përfunduar me akt akuza dhe sa jeni të kënaqur pasaj me vendimet e gjykatave që po merren për këto akt akuza që po ingresin si prokurori? Na kemi nxjerrë raporte 3 mujore, e cila tregon shumë qartë se kemi ngrit diku 580 akt akuza vetëm për 3 muaj, që tregon kogjani numër të madh akt akuzave, këto nën kuptoni për kushtim jashtëzakonisht i madh, punë shumë e madhe e prokurorëve. Sa prej tyre ose cila është numri më i madh, cilat fusha? Për korrupsion, krim, dhunë apo çfarë? Po, nëse fillojmë me departamentet, atëherë sigurisht që departamentet variojnë prej veprave penale, ka dhunë familje, lëndim trupor, ka degradim mjedisi, ka ndërtim pa leje, ndërsa sa i përkat veprave penale në departamentin për krime të rënda, sigurisht që janë vrasjet në tentativ, kemi kogjeni numër të madh të vrasjeve në tentativ, blerje posedim, shpërndarje drogës, trafikim me qenë njerëzore, raste të ndryshme. Sa i përket aktgjykimeve, na kemi nxjerrë një statistikë lidhur me këto aktgjykime dënuese, për shkak se është një barometër i cili na tregon se sa janë efikase dhe sa janë cilësore akt akuzat, dhe në raport me këto kemi nxjerrë se deri për 5 muaj kemi 723 aktgjykime dënuese, ndërsa kemi vetëm 25 aktgjykime liruese. Kjo determinon që akt akuzat janë cilësore, përfasimet janë bën në mënyrë të profesionale dhe njëjtëshme nga ana e prokurorit të shtetit dhe për këtë me të vërtetë është meritë e prokurorëve, të cilët kanë arritur me siguru që akt akuzat e tyre mu provu dhe mu vërtetu në gjykat, për çka një numër i tillë aktgjykime dënuese vlen për mu përmendur dhe vlen për mu falendëruar të gjithë prokurorëve për punën që kanë kryer jashtëzakonisht mirë. Po, dhe në anën tjetër ju si kryeprokurore jeni shqetësuar, a ka numër të madh të lëndëve të cilët i bart një prokuror dhe pastaj ndikon kjo te cilësia akt akuzave, a ka mbi ngarkesë lëndëve? është çështje sfiduese nëse prokuror transferohen nga një departament apo lirohen nga detyra apo kalojnë për prokurori tjera. Na kemi pas rast që kemi marrë akt akuza nga ana e prokurisë Themelore në Mitrovicë, më falni, të cilat i kemi përfaqësuar sigurisht që nuk është e lehtë dhe nuk është goxha sfiduese, për shkak se secili ka mënyrën e hartimit të akuzave, mënyrën ndryshe të sigurimit provave. Mirë po gjithherë them që një prokuror i mirë dhe një akt akuzë jo cilësore mund ta provojë dhe mund ta sigurojë një akt gjykim meritor dënues në gjykat nëse e përpason ashtu siç
është mënyra më e mirë profesionale. Dhe sa i përket ngarkesës aktualisht, afërsisht sa lëndi ka një prokuror dhe cila është mesatare që do duhet me të vërtet mund të themi që kemi një numër shumë të madh të lëndëve, edhe prokurorët janë bajagit të ngarkuar dhe angazhimi i tyre është maksimal. Prokurorët punojnë masdite, punojnë shtunde, punojnë dille, punojnë në zyrat e tyre, qëndrojnë deri në ora 6, deri në ora 8 dhe kjo nuk është më tash një diçka që nuk dihet, është e njohur ky fakt që të cilët sakrifikojnë shumë nga koha e tyre, nga jeta e tyre private. Unë veç konsideroj që nuk e kam numrin e mjaftueshëm prokurorëve, kam parashur kërkesë domethënë në Këshill që të paktën edhe 3 prokurorë domethënë të sigurohen për departamentin e përgjithshëm për shkak se përfaqësimi i akuzave në gjykatë po të marrë jashtëzakonisht kohë dhe ka numër të madh të gjyqtarëve të cilët jo me patjetër domethënë duhet me përfaqësu këto akta-akuza dhe numri i madh i akta-akuzave kërkon numër të madh prokurorëve për përfaqësime. Dhe aktualisht sa prokuror janë prokurorin themelore të PS? Në departamentin e përgjithshëm i kam 9 prokuror, 3 kam me mandat fillestar, të cilët nuk kanë të drejtë me përfaqësu në shqyrtime kryesore pa mentor, por që është e pamundshme me përfaqësu në shqyrtime kryesore, të njëjtit janë domethënë akademi 3 ditë, vetëm 2 ditë ju bie që të jenë në prokurorin themelore në Pej, 2 prokurorë kam departamentin për të mitur dhe vetëm 3 prokurorë në departamentin për krime të rënda. Po, dhe sa ndikojnë tani kjo në mbajtjen e seancave dhe anulimin e seancave? Ka pasur gjësime kohëve të fundit që po anulohen seanca dhe faji është hedhur tek njëra palë dhe tek tjetra. Tani si qëndroni ju si prokuroria? Ka shumë seanca që anulohen për shkak mungesës së prokurorëve nga ana e prokurorisë tuaj ajo? Unë konsideroj që Prokuria Themelore në Pej ka treguar kogja për kushtime dhe qëndrueshmëri në raport me përfaqësimet dhe mungesën e përfaqësimeve mos ta kemi në fokus. Kjo vërtetohet me të gjitha dëshmitë të cilat këtë vetë domethënë prej janarit deri në maj ka rezultuar që gjithë prokurorët i kam angazhuar dhe prokurorët e krimeve të rënda pothuajse për 3 muaj radhazi me përfaqësu për departamentin e përgjithshëm aty ku kemi pas mungesën dhe kjo shihet shumë qartë nga grafikat e rrjetit social Facebook të gjykatës themelore Pej, ku shihet që nga 50, 60, 49 domethënë mungesat të prokurorëve në seanca vitin e kaluar tash kemi arritur në 6 mungesa të prokurorëve në seanca, që domethënë që kemi arritur që mos me pas mungesa sikur viteve para. Po, dhe flasim pak për disiplinën, sepse në shumicën e rasteve kur flitet për sistemin e drejtësisë ka edhe kritika për performancën këtë rast prokurorëve. A ka aktualisht prokuror që kanë shkuar në disiplinë për shkak të mungesës ose të punës ose mënyrën se si e kanë përfaqësuar një akt akuzës? A ka aktualisht prokuror që janë në disiplinë, që janë dërguar? Secili kryeprokuror është autoritet kompetent për këto procedura disciplinore për të vendosur dhe janë procedurat të cilat parashihen me dispozitat ligjore, njoftohen domethënë edhe palët të cilat janë subjekt të këtyre kërkesave, po ashtu edhe palët që paraqisin këto kërkesa, njoftohet Këshilli Prokurorial. Në kontekst të kësaj kam qenë sfiduar jashtëzakonisht shumë, kam pas kërkesa më shumë se sa ka pas kryeprokurori për 3 vite radhazi. Përse? Kanë qenë ankesat e palëve për raste të caktuara, pak nësit e tyre, për shumë shkaqet e tjera, qoftë për shkak të pajisjes me shkesat lëndës, qoftë për mënyrën se si është trajtuar, mirë po të gjitha këto janë trajtuar me kujdes, që njoftuar të gjitha palët, një rast e kemi domethënë i cili është në hetime sipër, domethënë në Këshill Prokurorial i cili është dërguar, mirë po Ky për çfarë rasti po hetuar? Për çfarë rasti ka shkuar? Është për përgjegjësi disiplinore. Dhe e dim që pjesë e time janë në policia. Tani si kryeprokurore sa janë i kënaqur me bashkëpunimin që ka policia me prokurorinë dhe a ka sfida në këtë bashkëpunim? A shihni sfida? Një prej objektivave të prokurorisë themelore në Pej në mandatin tim është që bashkëndimi dhe koordinimi mirëfillt me të gjithë mekanizmat, në këtë rast edhe me policinë. Na jemi në një linjë me policinë, sigurisht që bashkëpunimi nuk mungon, sigurisht që sfidat janë prezente. Ne gjatë gjithë kohës mbajmë takime, qoftë komunikime edhe përmes emailave ditore, po ashtu edhe komunikimet edhe takimet që i kemi të rregullta, nuk mungon bashkëpunimi. Konsideroj që ekziston një bashkëpunim jashtëzakonisht i mirë, qoftë me policinë, po ashtu edhe me gjithë mekanizma të tjerë, kështu që sigurisht që vend për përmirësim ka gjithmonë. Ne jemi në rrugëtim e sipër, do të konsiderojmë çdo mungesë apo çdo sfidë ta trajtojmë sa më mirë dhe të gjejmë mënyrën më të mirë të bashkëpunimit. Dhe zona Vuçita e krejt në fond, pasi që kohëve të fundit përsëri qeveria kur hetohen zyrtar, qeveri sidomos ministra,
kthehen dhe kanë pas akuza për sistemin e drejtësisë, sidomos për sistemin prokurorial. Por juve si kryeprokurore PES, kur dëgjoni akuzat të tilla dhe sulme ndaj sistemit të drejtësisë, në veçanti prokurorial, si shihni këto dhe si komentoni këto akuzat e punës që kemi parë ndaj kolegëve tuaj prokuror nga ana ministrave e vet kryeministrit dhe ministrit drejtësisë dhe ministrat të tjerë qeverisë? Konsideroj që nuk kisha dashur me elaboru këto komente të spektrit politik. A cenojnë sistemin e drejtësisë, a cenojnë punën një prokurori ndërhyrjet e tilla? Ndërhyrjet e tilla, ata do të konsideroj që mund të ndikojnë, mirë po absolut në vendosje meritore në kryen e punës tonë, me përgjegjësi dhe ashtu siç e parashef, domethënë detyrat dhe përgjegjësitë e prokurorit të shtetit nuk mund të ndikojnë. Na jemi për të kryer punën, jemi të dekretuar për të kryer punën ashtu siç është mënyrë më të mirë profesionale, të pavarur, pa marrë parasysh presionet nga do që t'janë, apo nga do që t'vinë nuk ndikojnë në punën dhe veprimet dhe vendimet tona që i marrim si prokurori e shtetit. Atëherë ju falenderoj shumë që ishte sot. Falenderoj edhe juve. Faleminderit. Dhe me këtë intervistë ne japim fund të edicionit. Këto kanë qenë të gjitha informacionet që kishim përgatitur për këto